Ta flet shqip. Pričam pomalo. Zna dobro, ali ja ne znam. E ti? No. Nuk din? Nuk din, a? A jeti pe fshatit? Ne znam, ne razumijem. Po pse nuk dini shqip? Pa nismo učili od stari, oni su, slabo su nam kaževali, znaš, albanski, mi nismo učili, pratili. Sa društvom bosanski bi pričali najviše i onda bi zaboravili albanski da pričam. Do me thonë e shkrinjt gjuhën shqipe në gjuhën bosnjaka, apo? Ja, pola sa pola. 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 Vizitojmë edhe familjen e Aqif Shkrelit. Nuk kalon shumë kohë, dhoma mbushet për plot me burra, ashtu si që dikur ishte tradita në Malsi. Dhe pas pak fillon kanga, ajo e vjetra që u këndua dhe ende po këndohet në Sanxhak, na thot në mes tjerash Niko Qiriyn. Aqifi, edhe pse shumë i ri e lëshoi fshatin e tij në Sjenic, me admirim kujtohet për vendlinjen, për këngët kreshnike që i mësoi nga yjati i tij. Ata ishin plot tërmëri, plot bujari dhe krenari. Hajde dalim bashkë, ti e kim pak mëzi. Ujëm i lem në Sanxhak në katun të thret Boroshtica. Babën në kom pas shqiptar, po baba em të vona u martua me bosnjake. Thëme babës time në shkua pas nonje të vona s'kan fol shqip, po më shumë të kanë fol bosnjaqe. Jo në shkua pas nonje. E unë që 22 vjetë jom artë në Makedoni, me fëmi, me grua, me tona, tash që në 2 vjetë është se e kom martua djalin me shqiptark, bej katundit për rritoshe, e tash edhe kom nipen e kom nona e saj, mu të bëhet që kam e mësua tash dhvine e saj me fol shqip, se mu të harrohet gjuhe shqipe. Do thonë e ktheni gjuhën shqipe në familjen tuaj, apo? Po vetë në të kthejmë gjuhën në familjen tim, se du me harrua gjuhën e vetë, se na jem asti lemun të testën pej rrugove. Dalim sërish në për rrugët e lagjes së shkrelajve në Llazhan. Thuja të gjithë ishin kuptuar për vizitën tonë. Të rinjt na shiqojnë pak me habi e më të vjetrit na përshëndesin në gjuhën tonë dhe të tyre. Ne i shikojmë emisionet tuaja, por pak keni këngë me çifteli dhe sharki. Ata na kujtojnë Rrugovën, Malsinë e Madhe, Veriun. Ajo është jeta jonë, sharkia, na mbush me mall dhe vërejë. Marem qela, thëmë. Marem qela, po. Ju? Mursel Goqi. Ju jeni ardhën këtu, apo prej nga keni ardhë? Po e marrë prej Preshterit, Sanxhaku kënë prej Preshterit. Prej katundit Ugla, Optina Senica. Senica? Po, a ka atje edhe tjerë fshatarë që flasin gjuhën tonë? Ka 36 katundit e flasin. Po ato vishën shumë e veshje kombëtare
Veshën tash e kanë të Evropës, se këta qeti kanë edhe plisat i bajnë e tirë që të... Edhe Tirçi, edhe Po, edhe Shollat. shanglat, shamijat, Po më thatë se edhe vllau yte mban ashtu. po e banë. Tirë që t'i bajnë, ka syretin t'i këtu, pas po mu të gjejmë. Ti kur shkon atje, vishesh ashtu atë, po aj, ke Jo. qef ato të isha. Po i kom qef të esha, shumë, sa li si kom bajt kur. A këtu po i humni dal nga dal edhe gungën, apo? E u hub një. Po pse e humni as? Mundeni ti mësoni Kem shkolla s'kem. shkolla s'ken, ja? S'kem. Domethënë arsyeja është aty. Pse s'ka shkolla dhe s'mësohet gunga, po? As pe Po, për që ata. Jem pak i të këtu nuk jem shumë Le. let. Në martua, Edhe, e kem hub vetën. domethënë gungën e nonës për shqipe se keni bërë bosnjakisht. Edhe nonën e babën shqiptari komplet. Të pranishëm në Od me admirim e kujtojnë Zaim Shkrelin dhe ndërkohë sjellin portretin e tij. Na thonë se ishte virtuoz i dalluar dhe luante në lahut dhe këndonte të gjitha këngët e malësisë. Këndoi për malësinë deri në frymën e fundit Zaimi. Shpeshherë shfletonte edhe një libër duke na treguar se e kishte shkruar këtë një prift i quajtur Fishta nga malësia. Na thot Xhadula. Me siguri, fjala është për poemat e Gjergj Fishtës nga lahuta e malësisë. Urvatën të na e gjejnë, por nga kjo as gjurmë. Ndërkohë, në odën e Aqif Shkrelit edhe më tej vazhdon kënga, ajo e vjetra, e viteve të 50-ta, ajo populloria të cilën e mësoi Aqifi për ta kënduar në Turqi, por ja, e deshti fati që atë e këndon në rafsh të Pellagonisë.